Londra pret një tjetër përballje me peshë të futbollit. Skuadra që kanë patur një ecuri pothuajse pekte deri më tani sfidohen me njëra tjetrën. Jo vetëm për të matur forcat me një kundërshtar të denj, por gjithashtu edhe për të marrë kreun e kualifikimit në këtë fazë të ligës. Arsenal dhe Bayern kanë shumë histori mes tyre dhe në mbrëmjen e sotme do të jetë pikërisht kapitulli i radhës. Në kryeqytetin spanjoll, Atletico pret Interin që njësoj si Arsenal dhe Bayern nuk ka gabuar deri më tani dhe synon të përfitojnë nga rezultati i ndeshjes në Londër. Përshëndetje miq të tring, nga unë Eva Murati, ritakohemi si gjithmonë në studio Champions League në këtë pjesë të dytë të emisionit, si gjithmonë me miqtë e mi, Lirim Zalla, Shameti, Isli Hidi, Lori Kcana, mi mbrëma të gjithëve. Arsenal dhe Bayern konsiderohen në fakt si dy nga skuadrat për të mundur në këtë kampionat, jo vetëm në kampionatet respektive në fakt, por edhe gjithashtu në Champions League dhe padyshim kjo e sotmja mund të konsiderohet një përballje me të vërtet titanësh. Në fakt nëse duam të shohim futbollin më cilësor që dhuron futbolli evropian deri në këto momente, padyshim që nuk duhet ta humbasim spektaklin që do t'jepet pikërisht në Londër, apo jo Lorika? Me zor po e presim, të gjithë i kemi syt nga Londra sot. I kemi syt nga Londra, jo vetëm për